Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në emisionin ton. Me gjithë përpjekjet e vazhdueshme të kolegu tim për të dështuar këtë emision, ja kemi dalë që sonte të jemi në puntatën e 26 të emisionit Ping Pong. Mirë mbrëma dhe nga unë të dashur teleshikues, jemi sonte së bashku në Star Plus në emisionin ku e vërteta serviret mes ironisë, humorit, satirës, sarkazmës dhe sigurisht përplasjes së pafundme mes dy kolegëve. Duket se nuk gjejnë kur paqe me njëri tjetrin dhe nuk kanë për ta gjetur kur. Shumë bukur e the koleg. Sonte do të trajtojmë një temë mjaft problematike dhe shqetësuese të shoqërisë sonë, përhapja masive e sëmundjeve. Në një botë që zhvillohet çdo ditë mes teknologjisë dhe shkencës, paradoksalisht po përballemi me rritje të frikshme të sëmundjeve fizike, por edhe mendore. Viruse të reja, ndotja, stresi, mënyra e jetesës dhe ndryshimet klimatike po ndikojnë drejt për drejt në shëndetin e njerëzve. Sonte do të kemi analiza, diskutime, opinione ekspertësh dhe histori reale që tregojnë se si ky fenomen po prek familje, çdo komunitet dhe gjithë shoqërinë tonë. Dhe natyrshëm lind pyetja, cilat janë arsyet kryesore të përhapjes masive të sëmundjeve në vendin tonë? Pse sëmundjet kronike po rriten nga viti në vit? Sa ndikon mënyra e jetesës në përkatësimin e shëndetit në vendin tonë? A ndikon ndotja e mjedisit në shtimin e sëmundjeve tek njerëzit? Cilat grup mosha janë më të prekura nga sëmundjet sot? A është sistemi ynë shëndetësor i përgatitur për të përballur këtë rritje të sëmundjeve? Sa i rëndësishëm është roli i ushqimit të shëndetshëm në parandalimin e sëmundjeve? Si ndikojnë stresi dhe problemet emocionale në shëndetin fizik dhe mendor? A kanë njerëzit informacion të mjaftueshëm për parandalimin e sëmundjeve? Çfarë masash duhet të marrë shteti për të parandaluar përhapjen e sëmundjeve? Si ndikon teknologjia dhe jeta sedentare në shëndetin e të rinjve? Çfarë mund të bëjë secili prej nesh për të mbrojtur shëndetin dhe për të parandaluar sëmundjet? Këto dhe shumë pyetje të tjera do të marrin përgjigje në emisionin tonë, në emisionin Ping Pong të moderuar nga unë Aleksandër Prenga dhe kolegu im i urryer Nikolin Fërketa. Kolegu i urryer. Patjetër. I urryer nga që thot gjithmonë të vërtetën kolegu. Të vërtetën, e? Po. Mirë, me që i thu për herë të vërtetën. Na thuj pse po shtohen sëmundjet në këtë vend? Çfarë ka gjetë këtë vend që po shtohen sëmundjet për ditë? Ja, Se kena thënë këtë jetën që aksidentet janë shtu. Po. E din mirë ti. Po, e di. Vrasjet e krimi këto janë shtu. Po. E din ti. Po. Pse po shtohen sëmundjet? Tash problemi është se emigracioni ashtu e kena thënë këtë. Çdo gjë Ti e ke është në thënë. shtim. Ti e ke thënë, çka kam thënë? Në këtë vend çdo gjë është në shtim. Përveç lekut, Përveç rrogave. Dakor? e tash ti tash të Dakor. çdo gjë kam vurë që e lidh çdo gjë me rrogën. Pse Sa don rrogën ti? Je, prit. Se diun se e thu këtu për me të një këto që na japin rrogën neve. Po. Sa don rrogën ti për shemb? Sa du rrogën on? Po. Jo sa du rrogën on. Ha. Por sa duhet me kenë rroga për familjen shqiptare. Sa milion duhet me kenë rroga për Jo familjen? sa milion më. Po. Po këtu bëhet një përllogaritje për sa persona jetojnë në një familje. Përllogaritja këtu është në minimale. Atëherë, në bazë kësaj për llogaritje. Po. Cila është arsyeja se po shtohen sëmundjet në këtë vend? Kjo është tema për sonte, nuk është rroga. Po pra, po Ka me qira muhabeti. Nuk duhet me raj muhabet, ai është shtrëngon greshon regjia ti Ka muhabet. nevojë për më shtrëngu në greshon hiç. Ha tash ti a do na më mbyll çyshitesh emision. Jo, mos ka nevojë me Do mbyll nga hiç. trutesh ti. Se ka kuptuar edhe publiku, them këto që na njekën, kështu në televizion se në rrjetet sociale na njekën pafunde, komente pozitive njëna tjetra. Po besoj e kanë kuptuar se ka marrë një for rrjelle emisionin një si for rrjelle kështu pak me natyra serioze, pak me mesazhe, pak me edhe janë të pëlqyme këto që në fundit dikush duhet t'i thoj, po nuk duhet t'jena unë e këti ato që i thoj. Po kush ka mi thënë, qofse nuk flet kush në këtë vend, si kena për me ndryshu këtë vend? Le t'i thënë pikërisht ato që e kanë rrogën atë sa kërkon ti. Po kush ka mi thënë? E kanë atje. Kush? E kanë kolekton, po. Ata atje. Dhe ti mendon që ata atje e thojnë të vërtetën ashtu për të mirën e popullit? Po për çfarë thonë ato? Për të mirën e kujt e thonë? Ata thojnë për të mirën e xhepit tyne i dashur koleg. Atëherë i dashur publik tema është kjo, përhapja masive e sëmundjeve. Pse ke i gjysore në emision që përmend rrogë, që përmend emigracion, që përmend
konflikte. ti thamune, sepse ti thu për ata atje. E thash unë për ato atje, E the ti për ato atje. Unë e thash, po jo në atë kontekst që e merr ti. Por që ta dish ti, se po ta bajon lidhjen, se për fajt aty në atje, menaxhimit. Kush janë ato atje herë? Se ke kuptuar të keq. Parlamentar shqiptar. Po ja, mu jam të thënë kolekton në Tiranë që morrin miliona stojnë asisen në emision. Kolekton në Tiranë? Po, i nin turlifor ignorant aty i ftu në studio. Na primen ftojmë atë, që e ka ajo? Po, blogerën? Po, e blogerën, po, ajo të paktën, ajo është e sinqert në që thot. A di si është një punë? Nuk shtiret, një ashtu është primen. A e dini dashtën Aleksandër pse ne jena të vërtet? Sepse na kena një qëllim vetvete, se as nuk shitena dhe as nuk bliena. Dakor? Dhe dinjiteti njerëzor është shumë më i rëndësishëm se sa blerja dhe shitja. Në rregull. Dakor, mor koleg, po sa vlen dinjiteti njerëzor sot në një shoqëni ku çdo gjë është bërë çdo gjë falsa, mor koleg. A çdo gjë falsitet, mor koleg? Zero, Zero. Po hepra? Zero, sepse këtu në këtë vend dinjiteti njerëzor është shumëzuar me zero përpara lekut. Po, Dakor? Dhe këtu tash fillon një keq menaxhim që nga individi. Mënyra se si individi ka vendos që ta baj jetën në Shqipni dhe që të ndërtoj një sistem të tanë. Dhe pikrisht për shkak të këtyre smundjeve që rriten në vendin tonë, vjen për shkak të keq menaxhimit. Keq menaxhimit, Po. A kuptove pra se cila është arsyeja se pse ti përmena ato atje, pse ta çova muhabetin te emigracioni, pse ta çova muhabetin te aksidentet, te krimi, te papunësia, te rrogat e vogla, se tona këto shkaktojnë stres. Dhe stresi është shkaktori numër 1 i disa smundjeve mendore dhe fizike. Bukur. Dhe prej kujt vjen stresi? Kush është zanafilla që e ka bën këtë popull me stres? Kush është? A e din? Kush? Kush? Ato atje. Ato atje që kanë fatet e këtij vend. Ato e kanë bërë këtë popull me stres. Janë tjerë ato që tuti, se ato kanë stres vetë. Mos harro që nuk ka njëri pa stres. Normal që s'ka njëri pa stres, por nuk keti pse me marrën qaf njerëzit e tjerë. Njerëzit e tjerë. Sepse këtu me bë me dash këtë vend, ashtu siç duhet, ne kishim kanë shumë ndryshe. Mirë, koleg, simas perceptimit tëm, a ke vënë që këto viruset sa vine e shtohen, ndrojnë emra, disa emra që si marrin vesh, i herë kalon një virus, i ka i vjen tjetër, i futet tjetër, një vjen për Europë, një vjen për Azie, një për Kinë, një për Amerike, po përmeni edhe kështu emra shtetesh, e kupton? Pse? A di pse? Mos harrat kalumen që ka pas Shqipnia para pak viteve. Koronavirusin. Po atë ka pas tonë botë, më Dakor? Po tham për Shqipninë. Okej. Mos harro se çka ka kalu ky vend dhe se si janë trajtu njerëzit, si janë trajtu njerëzit për ta kalu atë smundje. Dhe këtu u qu i mall i vogël që me shnetin e njerëzit tu pasunote nga ana tjetër. Dakor? Dhe u qu në njerëzit madje edhe oksigjenin ja jepshin tjetrit me lek. Vetëm nuk do të me ditaj a pështon apo nuk pështon. E rëndësishme është unë a marr lek për asaj punë dhe u bë ekonomi biznes. Mirë, ne si popull, çka kena mësu për asaj situate që po na ndodhin ai virusi aty të mos përsëritet më. Na kena mësu se si me vjall. Po. Asi gjatë tjetër? Asi gjatë tjetër. Na kena mësu se si me vjall, si me vjall tjetrin, si me vjall pacientin, si me vjall atë tjetrin xhep që më ja marr lekun, mandena a pështon a nuk pështon, pak rëndësi ka. Jetëm kujtu një rast, koleg, se me qëra fjallet e korupcioni, se na dim që ka korupcion në spitale. Ka qenë një pacient, e din ti, një pacient i smukshëm me zemrë, dhe mu ba operim, po që duket e ka kënë bërgjili, ka pas bërgj njerit e bërgj tjetet, dhe paka shumë ja ka dhanë goditje në zemrë. Kure kanë që me operu, sa e ka kënë gjenjet fike, s'ka di gjë, kure ka pa vetë në spital privat. E kanë operu, shnoshe mirë, në regull, operacionin me sukses, sa ka pa fatuar. In fakt, Nuk kam me qesh me këtë gjana, ka ratë fikte edhe jerë, ku jeme e futa edhe jerë në operacion, e ma ne s'ka pas pëse mu qu se ka kënë faturët 2 fish, e ka pas ma letë, ma lirë me dek, më shumë. Ma si përmën të spitalit privat Aleksandr se këto janë hiena. Aleksandr janë hiena, po ta tham unë ty.
Të rjepin, një sistem shëndetësor që është i ndërtuar mi zhvatjen e këtij popull. Koleg, mos devijojmë prej teme morbur. Jo mos po devijojmë. A dhe më ta thanën ty. Cilat janë arsyet ndotja mjedisit, 1, stresi, 2, viruset që vinë nga jashtë, 3, ndryshimet klimatike, 4, ushqimet, na hom ushqimet s'ka dumë. I të mrri ti mu, te ushqimet. Te shif mënyrën se si ne ushqehena. Ne ma shumë hajmë pesticide se sa hajmë një gjë bio, nër fruta, nër perime, nër zarzavade, nër kudo që ti të shkosh për me ble, ke pesticide. A ke vure si ka i këshia frutave? Han lule shtylle, ashtë e bukur, ashtë me pas ka shije. Han qërshia, a 10.000 kg qërshia, nuk ka shije. Po normale që ty kanë me dal 101 smunje në trop mërdial. Jo vetëm frutat, por ti ke edhe perimet, ti ke edhe zarzavadet, dakord? Që janë vetëm me pesticide dhe nuk din gjëra se çahan. Po mirë, pse nuk i kontrollon dikush më? A ka një strukturë ky vend ku i kontrollon më? Pse i ban domatet kështu më? Pse i ban kastravecat kështu më? Pse i ban specat kështu? Kush më i kontrollu më? Po duhet ketë më dikush më i kontrollu. Po kush ka më i kontrollu? A merr rrog dikush për këtë punë? Po më është autoriteti kombëtar i ushqimit, a ke uja. Po pse s'funksionon më burr? S'don me funksionu. S'don më vëlla për me funksionu. A kupton se të më stresu dhe kjo është arsye me se një gjë. Nuk jam të stresu hiç. Një gjë stresit ban edhe me pije. Pija manej alkooli të njak, të njak anë manej të në trum, edhe kur të shohësh veten. Fillojnë edhe smundet psiqike. A e din ti Aleksandr që sipas statistikave të fundit në Shqipëni, smundjet e shëndetit mendor kanë pas një rritje të frikshme. Dakord? Po e di më burr. Dakord? Edhe një ndër fenomenet që është shqetësuese për vendin ton është sepse këto smundje të shëndetit mendor kanë kapë edhe të rritë. Mirë, koleg, a do ta themi diçka që duhet me thonë për hir të zvërtetës? Se ato që na njekin e din që na emision satirik, ka raste kur nëpërmjet seriozitetit bëjmë edhe batuta, ka raste kur nëpërmjet batutave flasim seriozisht, e kuptoni ju këtë gjë. Po a duhet me thonë edhe diçka tjetër? A din ti se janë shtu shumë, edhe smundjet seksualisht transmetueshme, HIV-i? Pse? Kiniti se kanë fillu me orto, ki po i do ftyrat që në qytetë si kina papona herna, do kineze, do vietnameze, do... Emigranta të ligjshëm, janë me letra. A të ligjshëm, e? Me letra, e? I ka leju shteti. Pas kënë ligjë me orë me në njitë smuje, e? I ka leju shteti. Po, e? I ka leju shteti me orë këtu. Dakor? E që ka me bo shteti mi u bo kontrolin e HIV-it? Jo më vë, s'ka nevoj për mi bo. Më falë, a manë mëndë që kena diskutu për disa emisioneve që në këtë vend është duke u ba e qëllimshme largimin mas i qytetarëve shqiptar, për më ardhë tjerë, dhe me ba krahun e punës tjerë sepse paguën ma lirë. O shok, ajo që thamun nuk është punë që na zbardh faqe, që na qetë ndritë. Nuk e më të thonë me na orë tu njërës që punojnë nërtim, njërës që punojnë fasonëri, njërës që punojnë... O koleg, këta bëjnë punë të paliqme më burë, të shti e dinë, mos t'i thëmë tona gjonët. Na i thëmë se janë gjonët që dihet, po s'na takon. Që bëjnë punë paliqme, kjo është pa përgjithshmëri e atyne që shkojnë deri aty. Që shkojnë deri aty, edhe shteti që nuk ka kontroll. A shë pra se duhet me pas kontroll? S'ka kontroll. Se të na, se po duket si me kënë të thonë kështu, po del si me kënë të kërku cilësi. Se të na vinë lomi më burë, nuk vinë ato të mirët. Se marë ato të mirët në s'panko, në ku... A s'panko është, je? Normal që keme fillu që më s'panko, dan edhe zgjellje ti. Për te shaka, dhe kjo është problematikë serioze. Janë smundje në rritje, janë smundje që transmetohen dhe për të mos thënë prej atyne që nuk kanë asë qërim. Bëhen kronike dhe sa probleme ka. Këto është puna më ridashmën Aleksandr që shteti duhet për mi marrë gjanat ma seriozisht. Dakord? Dhe këtë punë e ban edhe kryesisht Ministria e Shëndetësisë, që shpesh herë me bë me pa ti me bë me pa denoncimet e njerëzve që vinë për sa i përket spitaleve, për sa i përket sistemit shëndetësor në vendin tonë, është për me të ardhë keq. Dakord? Edhe Ministria e Shëndetësisë mbyll veshin, mbyll synin, edhe ban demekse sniva, demekse spash, edhe hashtet më pashim. Dakord? Dakord. Por po mendoj se ka ardhur momenti t'i lëmë me njëherë këto probleme, stresin njëna tjetra dhe të falenderojmë përzemërsisht sponsorin tonë në general, Agjencinë Imobiliare Ekstra. Falenderit Ekstra për mbështetjen.
Faleminderit Agjencia Imobiliare Ekstra për besimin që na jepni. Jemi rikthyer në studio ku si temë për sonte kemi pikërisht rritjen masive të sëmundjeve. Është vënë re kolegë në Shqipëri, sidomos vitet e fundit, një rritje e ndjeshme sëmundjeve kronike dhe infektive, gjë që po konsiderohet një shqetësim serioz për shëndetin e publikut. Disa nga sëmundjet që po shtohen në Shqipëri janë diabeti, po prek gjithnjë e me shumë të rinj dhe të rritur për shkak të ushqimit jo të shëndetshëm dhe mungesës së aktivitetit fizik. Sëmundjet e zemrës dhe tensioni i lartë lidhen me stresin, duhanin, obezitetin dhe jetën sedentare. Tumoret, veçanërisht kanceri i mushkrive, gjirit dhe stomakut po raportohet më shpesh vitet e fundit. Sëmundjet mendore, ankthi, depresioni dhe problemet emocionale janë rritur shumë, sidomos tek brezat e rinj. Obeziteti po bëhet një problem serioz si tek fëmijët ashtu edhe tek të rriturit. Sëmundjet respiratore, astma, alergji dhe infeksionet e mushkrive po shtohen për shkak të ndotjes së ajrit dhe duhanpirjes. Sëmundjet infektive sezonale, gripi, virozat, hepatitet virale dhe infeksionet virale vazhdojnë të përhapen çdo vit e më tepër. Disa nga arsyet kryesore të përhapjes masive të sëmundjeve janë mënyra jo shëndetshme e jetesës, ushqimi i pabalancuar, stresi dhe problemet mendore, ndotja e ambientit, mungesa e aktivitetit fizik, përdorimi i duhanit dhe i alkoolit, si dhe plakja e popullsisë. Sipas raportimeve, rastet me diabet po shtohen me mira por çdo vit, ndërsa sëmundjet tumorale kanë njohur rritje të konsiderueshme gjatë dekadës së fundit. OBSH vlerëson se rreth 90% e vdekjeve në Shqipëri lidhen me sëmundjet kronike. Nga ana tjetër, edhe sëmundjet infektive vazhdojnë të jenë prezente, si dhe infeksionet e tjera sezonale, duke treguar se sistemi shëndetësor përballet vazhdimisht me rreziqe të reja epidemiologjike. Një problem në rritje janë edhe sëmundjet mendore. Diskutimet publike dhe reagimet në rrjetet sociale tregojnë se ankthi, depresioni dhe problemet psikologjike po prekin shumë të rinj, ndërsa stigma ndaj trajtimit psikologjik vazhdon të mbetet e fortë në shoqëri. Kjo situatë ka ngritur alarmin tek specialistët të cilët kërkojnë më shumë investime në shëndetësi, forcimin e rolit të mjekut të familjes, ndërgjegjësimin e popullsisë dhe edukimin për parandalimin e sëmundjeve. Sipas të dhënave të Institutit Publik të Shëndetit, sëmundjet jo të transmetueshme si diabeti, hipertensioni, sëmundjet e zemrës dhe tumoret janë shkaku kryesor i vdekjeve në Shqipëri. Ajo që po të thoja unë se janë shtu shumë vdekjet. Po. Po pra, nga sëmundjet, nga aksidentet, nga vrasjet, nga çdo gjë. Janë shtu në mas, Aleksandër. Janë shtu në mas. Këto janë statistika lufte, kolekti e din. Si? Janë statistika lufte. Ne gjithmonë kena pas statistika lufte në këtë vend. Po, Dakord? Po mirë, po me kë po luftojmë na, koleg? Me vetveten. Me vetveten. Po. Ne nuk dona njëri tjetrin. Kush e ka thonë? Dhe luftën e kena brenda vetit. Kush e ka thonë këtë? E ka thonë një prift shumë i madh. Kush? Alzef Plumi. Ashtu e? Që pa i ndryshu, tha, pa i ndryshu mendësin, tha këtij popull, ky vend tha nuk bëhet. Dakord? Dhe a do të bëhen ndonjëherë, koleg? Nuk e besoj. Nuk e beson, e? Nuk e besoj. Atëherë, nëse nuk ka më shpresë, Po. nëse s'ka besim, nëse nuk ka vlerë, nëse nuk ka virtyte, atëherë çka ka në këtë vend? Çka ka në këtë vend? Këtë vend ka vetëm një fjalë që thuhet. Shpresojmë për ditë më të mira. Jo, tamam thuhet hajt se e ban Zoti mirë. Edhe hajt se e ban Zoti mirë, koleg. Në fakt ka shumë faktorë pse na stresojnë, pse na mërzisin. Po. Po ajo çka është stres për mua, mund të jetë gëzim për ty. Ta kam thënë edhe një herë punëtatën tjetër. Po. Faktorë që të stresojnë ty, nuk stresojnë dikën tjetër. Po. E kena folë të një punëtat që kena folë pak për stres. Kena folë. I dashtun Aleksandër. Po. A e din se ç'a më shqetëson mua më shumë? Qa? Qa? Këngët. Vetëm këngët, to këngë që janë këto vitet e fundit. E ke fjalën për këngë që nim kështu në makinën, për lokalin, për pa. Janë do tekste këngësh pa lidhje, me muzikë pa lidhje, me as nuk kanë mesazh, as nuk kanë veç dhunë, drog, armë, vrasje, gjithë çka kanë. E diun, për herë si e çel muhabetin te këngë, besoj se do të kesh zgjidhur ndaj teksti se ke zakon. Una?
Që se po të lexoj një këngë që e ka kënu Anita Bitri. Po, me knatësi, me knatësi. Dashurinë e parë kush nuk e provoj, dhimbjen që la pas kush nuk e këndoj. E këndoj, e këndoj. Ku shkuan fjalët që mi thoshje ma të zjah? Ku shkuan lulet që mi sidhje plot me ves? Ku fluturoj dashuria jon e parë? Ku shkoj motivi që më zgjonte çdo mëngjes? Një këngë vetme, jo, nuk është rinia, po veç një dhimbje, e do ta them, dhe një prej këngëve është edhe dashuria, dhe kënga e saj u shton si një refren. Super e bukur. Kjo është teksti i bukur. A deshte kolegë me të lexuar një tekst një këngë që ka bë buj që e nin kudo dhe është një tekst modern nga këto këngëtarët e brezit ton. Ka babuj. Po patjetër. Regjia të lutem. Madje. Bitches, really I like you. Iku na shkoj viti, hala pa u martu. Pse mor traft pika, prita me nru tematika, nita që po del me pipka, tipa tu mbo politika me blutika, rëpti pika pika. Qa thu më vë? Dëros jam të hynë refren, mos nërprit. E posh në qytet edhe deshta me i fol, ten, i kam faqet si moll, ten, e kam belin e hol, ten. Ti e ki belin e hol? Po jo mor kolegun, po teksti mor koleg, po si unë, po thamun i kam faqet si moll, belin. Tekst, A tekst mor dëro, se s'kena... Qa tenteni mër? Po dëro mor se s'kena mëru alo. Ten, don me plasit të i tol, ma mira në qytet veç Gucci Dior, se këto tjera që ka, veç Gucci Dior, thot, si përdor të tjetë. Ten, plot dhe jo kam bo goli, se si duket kjo lunë Champions Liga, lunë kampionat botnore. Qa është kjo ten më vlas, ma heko të Po, ten, kërkush shumë ka ndorë, thot, ten, krejt shpirtin talol. Ma ne vazhdojnë to, zemra jena lidhë, what e kam bo, dashni mos më lypë, se s'kam mot, që dënë qa shkun to, jetën pa kofi, kjo është moto, nëse nuk më rinë, pika, ka fjallë që... Pa s'mon t'i tham të fjallë, s'mon t'i... Që i të ledzu më vlas, se nuk po të kuptoj. A teksti i këngës më bu? Dakord ma teksti i këngës, po cili është mesazhi që jep ai tekst? Po, tash mesazhi aty që ten do të thotë 10 vjetët. Për shembull, sikur blen ai telefon, thu ky telefon 10 datat sa është i ri, ose blen ai makinë që është 10 datat. Edhe kjo femër për shembull është 10 datat që i ka faqet si moll, ka belin e hollë, vishet me Gucci Dior. Po edhe? Po. Kjo mesazhi. Jo, mesazhi është që të kam pas djalë shtëpis, hala pa e ditë shtëpis. Është një mesazh, po si kupton ti më? Po si kupton ti më? Po ç'a skuptoj unë më vlla, po shif. Na carove mazima. Po ç'a ta carova më djalë? Po shif e më shih çfarë teksti shban. Urna më vlla, shih çfarë këngë ka kënu Anita Bitri. Çfarë mesazhesh kanë këto këngë? Koleg, mendoj se tesh koleg mendoj që ka ardhur momenti me ftu në studio një që është ten edhe vet, një që e adhuron edhe publiku dhe publiku me zispret që me e po në studio, edhe ajo i kupton to tekstet, që ti je brez tjetër, ti e unë fakt, po, dhe do të na flasi edhe për tematikën e emisionit ton, zonja dhe zotërin për knatësin tuaj sot në studio me ne eftuar blogerja famshme Silikona Plastiku. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë si ju gjeta, shumë faleminderit për ftesën dhe si gjithmonë është ndër dhe kënaqësi për ju për më pas mu. Shumë, kënaqësi shumë e madhe. Patjetër. Po, kështu se po u niqa për shkollë, se ju shënësor nuk keni se të marru më fundja, po ju nisha se po kënoshit një super këngë. Po. Ten. Që ju frymëzoj? Në fakt, të prezentova edhe ty të publiku se edhe ti në vetë vete je ten. Edhe ma shumë madje. Ma shumë se kaq. Do me thonë ti e një si këngë, pa tjetër, Po, është super hit. A mund të na interpretosh pak që ta mësoj ky kolegu im ignorant. Hadi na thuj herë. Atëherë fillojmë. E posh në qytet edhe dishta me i fol, ten, i kom faqet si moll, ten, i kom belin e hol, ten, veç Gucci Dior, ma mira qytet, veç Gucci Dior, ten, tonve jo kam bo gol, ten. Fal pak se deshta me të pyet, ju ka bo gol, kjo vojza lunë futboll? Po. Qa ka bo kjo, në refishat, në kështu në korë, në gjanë, në gol me krye, qa?
Sa ignorant mundesh me kanë? Se janë të bane gola, sa di të kohë ti dini, ti po vetë. Pa, unë i shef marbur, pa ti kuptaj e i fije tematikën e kongë, se kjo kongë ka tane atë mesazh, ti nuk mundesh as me lexu mes rreshtave, që i të Që thonë ko ke këto? kolegun që s'mu shish për këtë Falë, gjë. që ka kjo kanga më rënë the? Tane atë mesazh. Ka ton atë mesazhe. Po. Ku është ky mesazhi që Një para që ishte ten-ten, Pa. që tana vojzat janë ten-ten, tana vojzat janë të bukra, tana vojzat... mor me vesh, mas na hajde këtu me na bë ten në studion e këtu. Mas na fyr këtu inteligjencën vajz. Ten, ne nuk na thirr në studio për ten këtu. Më falë, Dakord? a din për çat kena thirrë në studio? Kena një temë serioze sot, që është problematikë serioze për këtë shoqëni, më beso është serioze. Dhe ju e dini se si gjithmonë unë jam përgjigje adapte për çdo temë të mundshme, se ju e dini se unë jam e profilizuar për gjithçka, inteligjenca jam e arrin majat, ku unë gjithmonë ju la pa fjalë edhe ju Ku habis sheftan? gjithmonë me përgjigjet e Sheftan mia, shumë inteligjente, shumë sheftan përgatituna. teme. Po ball më herë, Kam bëjmë më herë. Kam përshtypjen se kjo është stres kronik, kjo Kush, depresiona, nuk di gjë çam Kja? mirë. Kjo dhe më thonë futet në të navojët e smundjeve kronike që mund të ketë trupi njeriut, edhe maran të hipotalamusi. Më falë, Vap a ta çfarë bëj dalë? pyetje? Urdhna. A të pëlqejnë flokt? Ku sheftan këtë më Aleksandër? Atëherë ju mos e don publiku, Cili publik më dën këtë më? e don më publiku më E beso. dën publiku këtë? Kur del kjo rritet shikush Maria mo. Rritet. Po, Atëherë në qofë se publiku dën këtë pra, mirë ja bëjnë këti popull. Mirë ja bëjnë. ashtu, këtij popull. Po, mirë ja bëjnë. Në qofë se Atëherë- publiku dën këtë. atëherë vajzë dashtëm. Kena thirrë sot në studio. Na të kena ftu ty në studio sepse po flasim për një tematik mjaft shqetësuese dhe problematike për vendin ton, me temën përhapja masive e smundjeve. Qa mund na thush ti për këtë gjë? E para, kishit mujt me zgjall një tema dhe ma të mirë. Nuk asë në tërhek fort kjo tema, po tu kanë se edhe publiku e din, edhe ju vetë e dini, edhe ata që më ftojnë mu e din, që unë jam shumë e përgatitur, unë do t'ja përgjigje jo në mënyrën teme, por në mënyrën më të saktë mundshme, që edhe ndjekësit t'kenë qa me një, edhe t'kenë qa me mësu prej meje, gjithashtu, se na u marrë edhe goja nga emocionet, gjithashtu edhe ju vetë të hapni pak horizontin, të mësoni sa ma shumë prej meje, se... Më falë, dhe me thonë, ti a ke ardhë këtu me na smur ne, apo ke ardhë për me ju përgjigjë pyetjeve tona? Tesh në qofë se ti e den vedin për të smurë, nuk kam qatë baj. Atëherë, më fali një sekund, se a i zot një ty të dhaj pyetje që ti vetëm përgjigje nuk i dhe. Të duket ty. Më duket mu, Mirë. Tashti, unë po të bëj pyetje që shpresoj që më mllon një përgjigje. Ti si blogere e famshme, që je me që të dënë ty publikun mas, si njihesh ti me këtë fenomenin e përhapjeve të smundjeve në vendin tonë? Atë shqetëson ty kjo gjë? Jo. Si jo? Jo, se, të shi, unë nuk më jam e smurë, unë nuk më ka kap në i smundja në i herë. Maksimumi që mund të kem është një 38-39 temperaturë, po asat nuk e një, sepse normalisht që unë pushimet e mija, partit, qefet e mija, normalisht që unë s'mund t'i la për një 38 temperaturë që vjen fill, sa po të pish një antigrip, që të kenë se unë nuk më smurem, edhe të tjerët janë se unë edhe nuk smurem. Maj vajzë, maj. To antigripet ti, këtë antigripin ti e pinë besoj në klab, Pa tjetër, kjo nuk dënë mend për mu ba si pytje. Me qa pinë ti, me gin tonik, Me gin, me vodka, me prosecco, me Dom Perignon, me kështu gjëra. I shtu e pinë kjo, më beso. I shtu e pinë ti ati gripin, Po, klap, po, me prosecco e me këta? Jep efekt më shumë. Më lejo, po i shtu më e pinë, më beso. Më le të bëj një pyetje, cila mendon ti se është arsyeja kryesore e rritjes së smundjeve tek të rinjt? Ky është problemi moj tek të rinjt. Të të rinjt për këtë kam ardhë, se normalisht unë jam e rej vetë dhe më mirë se unë nuk mundet me e thonë askush këtë gjë. Edhe ndjekësat tu janë të rinj, e përse vjetët nuk kanë Instagram të gjanat e rëndësishme, sikon po. Shkaku kryesor, diçka që do i mundoj gjithë jetën të shkretit se që me po? Po. është mungesa e luksit.
Përderisa ata nuk janë të rrethuar nga luksi, përderisa ata nuk bëjnë pushime çdo fundjavë, nuk udhtojnë me jahte, me avion privat, nuk e pinë atë okin si e pi unë, ata çdo ditë dhe çdo herë do të jenë të smur, do të jenë të infektuar, do t'i kenë gjitha këto, një sekondë se s'mbarova. Qafume. A kupton koleg se unë e tina t'infektum si mas Faj sot? luksit me, po qëta kanë me kanë unë e Aleksandri me. Najna të dalën fare më burre. Najna të krymë punë më burre, najna të përdhitëm. E tha vetë. E t'infektume, të varume, të smune, të krymë punë më burre. Unë Aleksandri, a duk në të smurë në atyja? Ja bra. Po, Pa si duk në normal kësa? Të lutem, vazhda. Pyte se unë s'munën për me e pyjtë, vazhda. Nuk mund t'i baj pyjtë. Njëra dhe pyjtë tjetër të rëndësishme, e ka dhe pyjtë interesante shumë. Sa rëndësishme është për ju, si blogere do me thonë, promovimi një jeteset të shëndechme tek ndjekësit tuaj. Pra ti vetë si blogere, a promovon një jetesë të shëndechme tek ato që të njekun? Po, pa tjetër, sepse unë jam blogeri, jam influencer dhe normalisht në mënyra se si unë mundohem të jetoj, mundohem edhe të influencoj të tjerët se si të ke një jetë sa më të shëndechme dhe më të bukur. Dhe normalisht që duke reklamuar luksin tim, duke reklamuar se sa bukur unë jetoj, të tjerët të kuptojnë që unë bëj një jetesë të shëndechme dhe normalisht që ato do të mundohen që të më kopjojnë ose të bëhen si unë. Pra, luksi është thelbi çdo gjëje. Luksi, e? Luks. Atëherë, a ke vure ti për shembull një lloj shqetësim tek mosha e re, ku është rrit në mënyrë masive, problemi i shëndetit mendor? Jo. Mua gjithë të rinë duken shumë të shëndetshëm nga ana mendore. Nga mënyra se si unë i shoh që ato shpenzojnë, nga mënyra se si unë i shoh që ato mundohen që gjejnë çdo gjë të bukur në jetën e tyre, mënyrën se si ato mundohen ta shijojnë jetën, mua nuk më duken keq me mend të kokës. Pse ti? Ashtu, po ty si duket vetja kështu me mend të kokës? Tërshi jam bitort. Tërshi jam bitort. Unë jam ylli që ndris rinin e sotme. A din pse flet kështu kjo? Se kjo rrin vetëm me një kategori njerëzish. Po patjetër. Kjo nuk shkon tek populli për me ditë hallet që kanë njerëz. Pra, se është e marrë ke me shku te popullit të peshkë. Nuk kam hall. Nuk ka hall, thot. Po s'ka hall më. Hallet me. Kjo shkon vetëm te tezet, mirë thot, shkon te popullit të hallet. Nisim. Vazhdo. Si një konstesi i përditshëm dhe jeta moderne në shëndetin e njerëzve. Pra stresi i përditshëm lidhet i thjesht me jetën moderne. Stresi faktikisht ka shkruar shumë këngë të lezetshme dhe normalisht që mund të jenë pak stresi më. Stresi më, se ta kena thënë edhe herë. Ja kena thënë, a moment që ja kena thënë edhe herë. Ne ta kena thënë stresi. Jo. Po këngëtari pra. Po jo i shoku jot më, stresi më, si grup i një smundje që ka një shoqni. Më falë se harroj se këtu kur vite ju unë duhet flas për këto të mërdhiturit. E kuptova. Për këtë me fol ti? Për këta të mërdhiturit. Kjo kujton sa njëri më burr, nuk din gjë. S'ka fejtja, jo. Vazhdo. Edhe një herë pyetjen të lutem se harrova. Si një stresi i përditshëm, se njerëzit e thjesht, një jetë përditshme kanë stres. A kupton? Dhe si nikon ky stres i përditshëm dhe jeta moderne në shëndetin e njerëzve. Atëherë, jeta moderne mund të bëjë një lloj balancimi, sepse jeta moderne është gjithmonë më e bukur, më e harreshme, më plot ngjyra dhe jeta moderne e mposh stresin dhe jetoni jetën me modernitet, me sportivitet, me gjërat e fundit, me trendet e fundit, bleni makinat e fundit, telefonat e fundit, çdo gjë që është trend tani dhe jeta moderne ju rregullon çdo gjë që lidhet me këtë stresin. Po, i ke dhënë këshillat më të mira njerëzve. Më të mira ti ke dhënë. Patjetër. Po të bëj një pyetje tjetër, blogere. A mendon për shembull se të rinjt kujdesen mjaftueshëm për shëndetin e tyre? Po, sot ne jemi në epokën ku nuk na mungon asgjë. Ne edhe çumësh dallon dysheje po të kërkojmë. Ne e gjejmë. E gjen ti, e? A ke pina i herë qumësh gomaricet? Po. E si ta duk? Po, se di nuk më pëlqeu, po pasaj provova që të pi një gotë prosecco për të rregullu gojen edhe... Një pyetje interesante. A ndikon përdorimi tepërt i telefonit dhe i rrjeteve sociale në shëndetin mendor?
Jo. Jo, Ja. Po po nikon tash ajo, jo, po këtë smotrin pa ndërhy. Ja, Nikon se në rrjetet sociale dikush hyn, dikush shahet, dikush shtresot, dikush bëhet me ankth, dikush bëhet me depresion, dikën e bollizojnë në rrjetet sociale, dikush merr informacion të gabum. Boll me pa lajmet më. Dikush shefi këto to ec me jashtë mërzitë thot punë pse ecin kom. Boll me pa ngjarjet se Dikush çano. shefi këto hongër ushqime të fundit thot punë pse me hongër grosh në shtëpi. Dikush shef Edhe stresohen të po këtë. Ha? Dikush shefi këtë për të veshur me Gucci, Dior, Prada. Thotë rrjetë punë pse i kam se s'po hym me përmend të markat e thjeshta. 5000 lekë që e lën bluzën i herë dhe nuk duhet gjama. Tani se pyetjet më bëhen mu dhe përgjigjet po jepni ju. Ti sigurisht. Telefoni është bërë sot siç ka qenë dikur. Po s'ka pas me dikur telefon, siç ka qenë dikur thot. Telefoni ja pas sot më, ku dikur? Çfarë telefonit me janë lali 100 familje për me shku te njëri për me fol në telefon. E ke pas me dal moje të malit për me marr vol. E ma ato kordat që janë fut kështu, po s'din çka ke po çati. Ti je vogël me. Po je vogël. Do ik fare. Jo, na fal. A di sa vogël je? Do ik fare. Bolltani. Ku me i? E din ata që më thrasin se unë duhet të flas Jo, koleg, Me fol, a do me fol? bo me kjo mes Mikëll e na, din ti. Fol. E din koleg ti, po i kjo. Po kush kjo? Po. Kjo? Ç'ash kjo? Ç'ash që me ikti? Tani unë po fliça diçka shumë të mençur. Siç ka qenë dikur libri për njerëzit miku më i mirë, sot është telefoni libri më i mirë. Sepse aty ti lexon, ti shfleton, ti hap horizontin, hap syt, dhe normalisht që njerëzit po të kenë dy pare mend në kokë, din ta përdorin telefonin dhe din të më bëjnë mua follow, të më ndjekin, të marrin nga pozitiviteti im dhe jeta atyre nuk kalon me stres, kaq shumë e thjeshtë. Ti the një fjalë shumë bukur me pas dy pare me në kokë. A thua është një me pas edhe dy pare në xhep? Po ato duhet, ato s'do ta çosh më në fare që koleg, bani pyetjen e rrallë se mos vonoj më shumë. A mendon se informacioni që qarkullon online për shëndetin është informacion i besueshëm? Patjetër, gjithçka online sot është e besueshme. Online është thjesht sot online je in. Nuk ke nevojë as të gjesh te cila faqe shkruhet cila fjali, aty të jepen gjitha direkte dhe normalisht, duke më dëgjuar mua që më shkon çdo gjë vaj në jetë, duke më parë mua se sa bukur është jeta ime, ju duhet që të lexoni dhe të hapni horizontin tuaj me ato që lexoj unë dhe ndoshta një ditë ju do të bëheni si unë, ndoshta edhe më mirë. Shpresoj që jo më mirë se unë, po. Ashtu, egoiste. Po mirë, a i ke kërku ti ndonjëherë ChatGPT-s shënim për nga ana shtatësore? Po. E çfarë të ka thënë? Po, shiko, se unë jam e re, unë nuk kam kështu probleme shëndetësore si mund të kesh ti, për shembull. Po, për shembull, kur më thoj një ditë, rash në hall të madh. Edhe pyete qatin. Edhe pyeta qatin. Gjetë zgjidhjet e qati. Edhe qati më tha, mos u shqetëso, janë gjëra që kalojnë, gjëra që ndodhin, më tha që ti mund shkosh ti bësh ndryshe dhe më tregoi edhe dizenjo të ndryshme se si të bëj thonjt. Po mirë, i ka gjë, nuk e din veti, duhet me pyet qatin? Po. Dy mendje janë më mirë se një. Lenta është ta bëj pyetjen e rrallës edhe të avancojmë. Sa rëndësishme është palestra ose aktiviteti fizik për një jetë të shëndetshme? Kjo është pyetje e bukur. Shumë e bukur. Do me thënë, kush më ndjek mua, e di që unë zgjohem dhe flen palestër. Palestra është një pasion që unë e kam, besoj se duket, sepse unë jam goxha trup elegant dhe e palestruar dhe e tonifikuar. Dakor, po zgjohesh edhe flen palestër se nuk e kuptova këtë. Pra zgjohesh edhe shkon e flen palestër? Jam gjithë ditën palestër. Okej, tash po. Jeni edhe të kulturuar, ju mësoni pak metaforë një? Metaforën, e? Po. Ne duhet për me mësu metaforën. Me prit na ti se qa është metaforë, e? Po se dite, kolegu. Nuk e dite, një rëndë të bërë. Palestër, unë shkoj, bëj 2-3 foto në mëngjes para pasqyrës, shkoj prap në drek, bëj 2-3 foto para pasqyrës, dhe në darkë prap bëj një foto për mbyllëse para pasqyrës, dhe kjo është palestra ime, dhe unë jam sot shumë fit dhe shumë e tonifikuar dhe e shëndetshme. Po mirë, më falë ti që e tonifikume dhe e shëndetshme. Sa kujdes tregon ti personalisht
për ushqimin edhe mënyrën tënde të jetesës. Unë kam një dietologe timen personale, ku ajo më bën recetat e gatimit, më bën për çdo ditë se çfarë unë duhet ha nga mëngjesi gjërë darkë. I zgjallë kjo ushqime, se në tjerë që hajmë ushqime që na dalin para e që të kena mundësi na si na mirë, Na hon pesticide më bu, polenat më bet. Unë kam bark? Se çfarë do të bëj ty barku jem? Po nuk dukesh bukur ti. Po ç'duhet ty me mua vajzë? Edhe unë kam dietologen time personale. Ajo më tregon çfarë duhet ha, çfarë nuk duhet ha, intolerancën ushqimore, e falenderoj dhe e përshëndes, sepse unë jam sot kaq në formë dhe kaq mirë nga ajo. Dhe doja këshilloja të gjithëve që kush nuk di se me si të ushehet, të marrë një dietolog personal që t'i organizoj dhe t'ja bëj të gjithë ditën se çfarë duhet të ha brenda 24 orëve. Më fal, vajzë, se ndoshta nuk e din, po këtu ka shqiptarë që s'janë zot me marrë ushqime. Jo mo me marrë dietolog personal, po me gjitha ta kam një pyetje interesante. Po ku ka vorr uje të marrë burr? Një pyetje që është fiks për ty si blogere. Atëherë Silikona, a mendoni se njerëzit po kujdesin më shumë për pamjen e jashtme se sa për shëndetin? Shiko, se njeriu kur del në rrugë, njerëzit kanë për të pa se si është vesh, si është lys, si ka bo flokët, çfarë gjys lyksh ka vendos, çfarë aksesorësh. Veshkat nuk i shef kush, moshnin kush, as ka tension tult, as ka aritmi, as kështu, a i dhëmbin veshkat, këto që unë s'pys fare. Për shumë, po më dhim të i ditë shpina mu, po si të lesha unë pashku në parti vetë se më dhim të shpina. Ata dojtu në shpinën atje, se të kësy e kështu njën atje? Po të kësy muzika në vetë vete, unë nuk naqa, bëra dhe foto, dollën fotot bukur, mora 1000 like brenda 3 minutash, aty nuk e ndjeva më shpinën. Pra ti vetëm kështu, për sjashmit me kanë në regull, se për smranshmit pak rëndësi ka, Po është në regull më kolega dhe për smranshmit beso. Po remër nuk e një, nuk e gjenë gjakët më. Nuk e gjenë gjakët, vetëm ne kështu që hajmë që gjanësh tjera. Atëherë, shikja ti vajzë. Me që të përmenda parë ushqimin. A mëndon për shembull që këto ushqimet e shpejta si fast food, këto janë të damshme për shëndetin e njerëzit? Jo. Si jo? Këto janë thjesht teori konspirative, kështu budalliqesh. Domatja është e shëndetshme. Kastraveci është i shëndetshëm. Sallada jeshile po, mishi ka protein, buka ka karbohidrate të tura, majoneza Po prit pra majoneza bëhet me vezë, keqapi me domate. Më falë, cila është e pashëndetshmja këtu, se unë se kam kuptu kur. Me bë me ken bio, mëj. Po mirë me edhe saladën të ha me produkte jo bio dhe thu salada është më shëndetshme se hamburgeri. Kole, kjo i merë bio, se i marim unë e ti të kështë të mërditën, a kjo i merë bio, më beso? Me shtu, Ka plantacionet e mija. Po. Gjallë, vajzë, gjallë ka nevoj trupi njërjut. Na len mu fast foodin, në regull. Nese, tesh ti si blogere, a mendon se shteti duhet veproj ose duhet marrë disa masa për parandalimin e këtyre smundjeve tashti? U bën shumë tashti, u bë bozë punë. Po, nuk ja vlen të bezdisim shtetin për gjëra parëndsi o bu. Si ja vlen tash i kryeministri është duke fjet gjumë tani, qohet nga gjumi se po fillon një virus për shembull. Kështu flera hat duhet që të mendojmë për gjëra të tjera, duhet për shembull të mendojmë se si duhet të shtojmë sa më shumë klabe, sa më shumë makina të shtrenjta, duhet bëjmë taksit me makina të shtrenjta, për shembull, të hypesh në taksin Lamborghini, është super mega luks. Është fantastike. Taksi Lamborghini? Çaj do thonë me? Po ku ka me të taksi Lamborghini? Biciklet me. Bicikleta kjo është beku. Tanë Shkodrën e shëtit me biciklet. Ajo është e mirë për shnetin, po si Lamborghini. Çaj do thonë me? Qa thu me vajzë? Nuk jam. Ta bëj pyetje tjetër. Atëherë, nëse ju do të japnit një këshill mjekësve tuaj, për shnetin, cila do të ishte ajo këshill?
Ju e dini shumë mirë që unë jam gjithmonë e aftë për të dhënë këshilla dhe për të folur bukur, pastër, qartë, pa gabimeve, gjithashtu për ata që vuajnë nga shëndeti, për të pasur një jetë sa më të shëndetshme, për të pasur një jetë sa më të lumtur, për të mos gabuar kurrë me zgjedhjet e juaja. Ju lutem shumë që t'i keni gjitha punët mirë në jetën tuaj. Like, follow, share profilit tim në Instagram dhe në Facebook dhe kudo tjetër, dhe gjithçka në jetën tuaj do të jetë edhe më bukur. E pra i dashur publik, ishim këtu në studio me blogerin e famshme Silikona Plastiku. Publicitet. Jemi rikthyer sërish në studion e Ping Pong këtu në Star Plus me kolegun tim Nikolin Forketa. Si temë për sot kishim hapja masive e sëmundjeve dhe nuk i morëm përgjigjet, apo jo? Nuk i morëm tamam ashtu si duhet, por do t'i japim. Do t'i japim? Do t'i japim përgjigjet. Pse kë dëftojmë që t'na jap përgjigjet plota? Po vetëm ma mirë se ne kush kam i dhënë këta përgjigje, Aleksandr? Ne, unë e ti, e? Po ne na njerëzor. Po me ken... Qa, kush kam i dhënë? Me ken i kishim dhënë përgjigjet të shdyur që jena në emision. Se si dhama? Po ja, ma koleg, po sen përgjigje ato. Njeni thunë në stjeti patkojt, po sen përgjigje. Po ja, ma po sen përgjigje. Po pse kush mënon të se kam i dhënë ma mirë këta përgjigje se sa ne njerëzit? Këto përgjigje jep ma mirë, ndoshta ma të përkufizume, thamun. Po? I jep personi që do të ftoj tani në studio, nuk është person real, është person digital. Regjia ju lutem me mundsoni lidhjen direkte me personin AI Hanja. Mirë mbrëma, mirë se ju gjeta. Mirë mbrëma Hanja dhe mirë se erdhe në emisionin tonë. Kënaqësi që t'jem pjesë e emisionit tuaj. Si mund t'ju ndihmoj? Hanja, në fillim të emisionit, pra në hapje, ne bëjmë disa pyetje që ja referojmë publikut dhe përgjigjet i marrim gradualisht. Dhe si duket të përgjigjet sakta mund t'i japish vetëm ti. Apo ja, koleg? Ti mendon që Hanja ka me dhënë përgjigjet e sakta ashtu si duhet? Po Hanja të shjep ato përkufizimet sepse kjo ka informacion, t'ja zakonshëm. Ne japim përgjigje reale. Ne, reale? Ashtu siç duhet. Pse je, Hanja, ju lutem, fal 2 sekonda, pse je bin ti se jep reale që je mbrojtësi të vërtetës njëna tjetër? Kush ka bin ty me këtë gjë? Kush më ka bin? Po. Sepse unë e shoh realitetin ashtu si duhet. E shef ti ashtu si duhet, Si duhet, si ashtë. Si ashtë, Po, si ashtë. Hanja, që mos hupim shumë kohë, vazhdoj direkt me pyetjen e parë. Cilat janë arsyet kryesore të përhapjes masive të sëmundjeve në vendin tonë? Arsyet kryesore lidhen me mënyrën jo të shëndetshme të jetesës, mungesa e aktivitetit fizik, konsumimi i duhanit ose alkoolit, ndotja e mjedisit. Pse sëmundjet kronike po rriten nga viti në vit? Sëmundjet kronike po shtohen sepse njerëzit po jetojnë më gjatë, por ka dhe faktorë të tjerë si stresi, obeziteti, ushqimet e pabalancuara dhe mungesa e aktivitetit fizik. Hanja, sa ndikon mënyra e jetesës në përkeqësimin e shëndetit të popullsisë? Mënyra e jetesës ndikon shumë. Qëndrimi ulur me orë të zgjatura, mungesa e aktivitetit fizik, si dhe zakonet e këqija ushqimore, dobësojnë organizmin dhe rrisin riskun për sëmundje. Apo ndikon ndotja e mjedisit në shtimin e sëmundjeve tek njerëzit? Po, ndotja ujit, ajrit dhe ushqimeve ndikon drejt për drejt në shfaqjen e disa sëmundjeve të mushkërive, alergjive, sëmundjeve të zemrës dhe disa lloje të kancerit. Hanja, cilat grup mosha janë më të prekura nga sëmundjet sot? Sëmundjet preken çdo moshë, sidomos të moshuarit ose njerëzit me imunitet të dobët, por së fundmi edhe moshat e reja nga stili i jetës dhe stresi. A është sistemi ynë shëndetësor i përgatitur për të përballur këto lloje sëmundjesh? Sistemi shëndetësor përballet me vështirësi të ndryshme, megjithatë po bëhen përpjekje për përmirësimin dhe modernizimin e shërbimeve. Sa i rëndësishëm është roli i ushqimit të shëndetshëm në parandalimin e sëmundjeve? Ushqimi i shëndetshëm është shumë i rëndësishëm sepse forcon sistemin imunitar, duke shmangur sëmundje të ndryshme si obeziteti, tensioni i lartë dhe diabeti. Si ndikojnë stresi dhe problemet emocionale në shëndetin fizik dhe mendor? Stresi ndikon negativisht, sepse shkakton lodhje, ankth dhe depresion. Shëndeti fizik dhe shëndeti mendor janë goxha të lidhur me njëri tjetrin. Hanja, si mendon ti, a kanë njerëzit informacion të mjaftueshëm për parandalimin e sëmundjeve? Jo gjithmonë. Shumë njerëz nuk kanë informacion mjaftueshëm për kujdesin ndaj shëndetit, ndaj duhet të kemi edhe ndërgjegjësim publik. Çfarë masash duhet të marrë shteti për të ulur përhapjen e sëmundjeve?
Shteti duhet të investojë më shumë në shëndetësi, të përmirësojë kushtet në spitale dhe të promovojë jetë të shëndetshme. Si ndikon teknologjia dhe jeta sedentare tek shëndeti i të rinjve? Përdorimi i tepërt i telefonave ose kompjuterave ul aktivitetin fizik, shton problemet me shikimin, gjithashtu rrit edhe stresin. Çfarë mund të bëjë secili prej nesh për të mbrojtur shëndetin dhe për të parandaluar sëmundjet? Secili prej nesh duhet të bëjë aktivitet fizik, të shmang duhanin dhe alkoolin, si dhe të ushqehet shëndetshëm. Hanja, të falenderoj që ishe me ne në studio dhe falenderit për përgjigjet e sinqerta. Dhe me largimin e Hanjes si vjen edhe fundi i kësaj puntate. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në puntatën e ardhshme. Natën e mirë. Natën e mirë.